mëkatet e mëdha. Kujdes, këto janë mëkatet më të rënda në Islam. Në udhimin e kësaj jete, njeriu ecën në një terren të minuar nga sprovat. Për të mbrojtur shpirtin dhe shoqërinë, krijuesi i gjithësisë ka vendosur disa kufi të qartë, vija të kuqe që nuk duhen shkelur kurrë. Në fjalorin shpirtëror të Islamit, këto shkelje quhen kebair, mëkatet e mëdha. Ato nuk janë thjesht gabime të vogla të rrugës. Ato janë krime shpirtërore që shkatrojnë zemrën e njeriut këtu dhe rrezikojnë përjetësinë e tij në botën tjetër. Ku mbaron gabimi njerëzor dhe ku fillon mëkati i madh? Çfarë ndodh nëse një besimtar bie në këtë humner? Dietarët islami kanë përkufizuar mëkatet e mëdha si çdo gjuna për të cilin në Kur'an ose në hadith është parapar një dënim specifik në këtë botë, ose për të cilin premtohet mallkimi i Zotit, gjallësa e xhehenemit, apo zemrimi hynor në botën tjetër. Zoti i gjithësisë, në Kur'anin famlart, u premton besimtarëve një shpërblim të madh nëse ata thjesht qëndrojnë larg këtyre vijave të kuqe. Në surën En-Nisa ajeti 31, Allahu thotë: Nëse ju largoheni nga mëkatet e mëdha, të cilat u janë ndaluar, ne do t'ju fshijmë mëkatet tuaja të vogla dhe do t'ju shpijem në një vend të mrekullueshëm në xhennet. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, na ka lënë një udhëzues të qartë për t'i njohur këto rreziqe. Në një hadith mjaft të njohur të transmetuar nga Ebu Huraira, i dërguari i Zotit u bëri thirrje shokëve të tij: largojuni 7 gjërave shkatërruese. Besimtarët pyetën: o i dërguari i Allahut, cilat janë ato? Ai u përgjigj: 1. Shirkun, të shoqëruarit e dikujt apo diçkaje tjetër Allahut në adhurim. 2. Magjin, sihrin. 3. Vrasjen e njeriut që Allahu e ka ndaluar, përveç kur e kërkon drejtësia. 4. Ngrënien e kamatës, riba. 5. Ngrënien e pasurisë së jetimit. 6. Ikjen nga fusha e betejës, ditën e luftës. 7. Shpifjen për imoralitet ndaj grave besimtare, të ndershme të pafajshme. Këto 7 nuk janë të vetmet. Imam Edh-Dhahabi, një nga dietarët më të mëdhenj, ka numëruar mbi 70 mëkate të mëdha, duke përfshirë këtu mos respektimin e prindërve, dëshminë e rreme, imoralitetin, zina, alkoolin dhe tashethemet që prishin raportet njerëzore. Gjykata e qiellit. Ai fal Zoti i gjithësisë. Këtu lind pyetja që mund të mbajë zgjuar natën çdo shpirt të trazuar. Nëse një njeri ka rënë në këto mëkate, a ka më shpresë për të? Ai fal Zoti i gjithësisë këto krime shpirtërore. Përgjigjja e Kuranit është një oqean mëshire që shuan çdo dëshpërim. Allahu i drejtohet pikërisht atyre që e kanë tepruar me gjunahe, me fjalët më të ngrohta që mund të dëgjojnë veshët e një njeriu. Në surën e Zumer, ajeti 53 ai thotë: thuaj, o robrit e mi, të cilët i keni bërë dëm vetes suaj me mëkate, mos e humni shpresën në mëshirën e Allahut. Me të vërtet, Allahu i fal të gjitha mëkatet. Ai me të vërtet është falësi i madh, mëshirë ploti. Nuk ka asnjë mëkat të madh, qoftë edhe vrasja apo imoraliteti, që Allahu nuk e fal në këtë botë, me një kusht të vetëm: pendimin e sinqert, teuben, përpara se shpirti të arrijë në fyt, vdekje. I vetmi mëkat që Allahu nuk e fal nëse njeriu vdes pa u penduar prej tij është shirku, idhujtaria, siç thotë në Kur'an. Allahu nuk fal ti bëhet atij shok, por fal çdo gjë tjetër përveç kësaj, atij që dëshiron. Por nëse njeriu pendohet sa është gjallë, Allahu i fshin edhe shirkun, protokolli i kthimit. Si duhet të sillet mëkatari? Nëse një musliman rrëshqet dhe bie në një mëkat të madh, ai nuk duhet të dorëzohet para strategjisë më të rrezikshme të shejtanit, dëshpërimit dhe mendimit se unë jam i shkatruar, Zoti nuk më fal më. Dorëzimi e çon atë drejt më shumë mëkateve. Islami na mëson një protokoll urgjence, një udhërrëfyese si të ngrihemi nga balta e gjunahut. Së pari, ndërprerja e menjëhershme, largimi nga mjedisi dhe shkaqet që çuan në mëkat. Së dyti, pendimi me zemër, të ndiejë keqardhje të thellë të vërtetë për atë që ka bërë. Së treti, vendosmëria, të premtoj me vete dhe para Zotit se nuk do t'i kthehet më atij mëkati. Së katërti, kthimi i hakut. Nëse mëkati ka të bëjë me njerëzit si vjetja apo shpifja, duhet të kthehet haku ose të kërkohet falje atyre. Profeti Muhammed alayhis salam
në ka treguar se sa shumë gëzohet Zoti me këtë kthim. Në një hadith madhështor kutsi, ai thotë se Allahu ka thënë: "O biri i Ademit, vërtet, nëse ti më lutesh mua dhe shpreson tek unë do t'i fal mëkatet që ke bërë dhe nuk më bëhet vonë. O biri i Ademit, sikur mëkatet e tua të arrinin deri në lartësinë e qiellit, e pastaj të më kërkoje falje mua, unë do të falja ty." Mëkatet e mëdha janë si plagë të thella në shpirtin e njeriut. Ato lën shenja, por asnjë plagë nuk është e pashërueshme për sa kohë që zemra rre dhe mjeku i shpirtit është vetë krijuesi mëshirë plot. Muslimani nuk është një qenie pa gabueshme si engjëjt. Ai është një qenie që gabon, por që ka inteligjencën shpirtërore për t'u kthyer gjithmonë në shtëpi. Mos e shit përjetësinë tënde për disa sekonda kënaqësie të rreme në këtë botë. Ruaj kufijtë e Zotit, që ai të ruaj ty. E nëse rrëzohesh, mos harro se drita e pendimit është gjithmonë më e fortë se errësira e mëkatit. Dhe ata të cilët, kur bëjnë ndonjë imoralitet ose i bëjnë padrejtësi vetes, e kujtojnë Allahun dhe kërkojnë falje për mëkatet e tyre. E kush i fal mëkatet përveç Allahut? Surja Ali Imran 135.